إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أفلندرم الله عز وجل lavdërojmë dhe madhërojmë atë e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbi prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as ortak, nuk ka birë dhe as bashkëshorte. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë, nuk ishte mbi njerëzor dhe as hyjnor. Por Allahu i lartësuar e përzgjodhi atë ndër të tjerët me misionin që i ngarkoi dhe që ishte përcjellja e lajmeve njerëzimit nga Zoti i tyre. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, faljet, lavdërimet dhe mirësitë e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen, sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund. E në vijim. Islami na mëson se drejtësia është shtylla e qëndrueshmërisë së çdo shoqërie, ndërsa pa drejtësia është rrënja e çdo shkatërrimi. Nëse një popull për krah të padrejtin hesht përballë padrejtësisë, apo akoma edhe më keq, e ndihmon padrejtësinë dhe të padrejtin, atëherë ai popull është i destinuar të bjerë. Nëse një popull vepron në këtë mënyrë, ai do të vdesë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur për madhështor të tij ka thënë: Unsur akhake dhaliman au madhluma, ndihmoje vëllain tënd të padrejt, por edhe të dëmtuarin. I than: o i dërguari i Allahut, ne kuptojmë se si mund ta ndihmojmë njeriu në shtypur, të dëmtuar, atë që i bëhet padrejtësi, por në çfarë mënyrë mund ta ndihmojmë njeriu në padrejt, njeriu zullumqar? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: tahjuzuhu anil dhulm fadhalika nasruka iyah. Ta pengosh dhe ta ndalosh atë nga zullumi, sepse kjo është ndihma që ti mund t'i japësh atij. Ky hadith na mëson një parim të lartë të drejtësisë islame, se nuk lejohet ndihma e të padrejtit. Përkundrazi, është obligim që ta ndalim atë që bën padrejtësi, dhe se ndihma ndaj të padrejtit është një mëkat që sjell prapambetje, përçarje dhe zemërim hyjnor mbi një popull. Edhe kur një shoqëri nuk e ndalon padrejtësinë, ajo fillon të kalbet nga brenda. Allahu i lartësuar thotë:
wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkat dhe armiqësi. Dhe ka thënë: wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, dhe Allahu nuk i do të padrejtët. Ndihma ndaj të padrejtit është ndihmë ndaj zullumit, dhe Allahu është i pastër nga padrejtësia. Në hadithin e tij, profeti jon alayhi salatu wassalam ka thënë: ittaqu dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama. Ruhuni nga padrejtësia, pra largojuni asaj, mos i bëni padrejtësi askujt në çdo lloj forme, sepse padrejtësia është errësira në ditën e gjykimit. Rruga ngritjes së një populli është e qartë. Një popull që kërkon të ngrihet duhet të fillojë me diturinë, me arsimin. Dituria është ajo që e çon njeriu nga verbëria në dritë, nga pasiguria humbja në udhëzim. Allahu i lartësuar nisi shpalljen e tij Kur'anin me fjalën Iqra, lexo, pra një urdhër për të mësuar, për të hulumtuar, për të kuptuar. Dhe në hadithin e njohur të tij, profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kush ecën një rrugë, kush merr një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu ja lehtëson atij rrugën për në xhennet. Shumë popull janë ngritur nga asgjëja përmes diturisë. Prandaj çdo popull që kërkon të ngrihet duhet të investojë në arsim, në dije të dobishme, në edukimin e brezave të rinj. E kundërta ndodh kur ignoranca sundon, përhapet fanatizmi, përhapet robëria mendore. Dhe kjo është arsyeja pse në çdo kohë armiqtë drejtësisë përpiqen ta mbajnë popullin ignorant, duke shkatëruar sistemin arsimor të atij vendi, duke e çuar situatën në kaos, në të paqartë, sepse kur një popull mëson, ai kërkon llogari, ai nuk pranon padrejtësi, ai ndryshon vetveten. Si mund të kalohet nga varfëria në mirëqenie? Duhet të dimë se mirëqenia nuk vjen vetëm me lutje, por ka dhe shkaqet e saj: puna e ndershme, me ekonomi të drejtë, me ruajtje të pasurisë publike dhe largim nga korrupsioni. Varfëria në vetvete nuk është turp, por neglizhenca dhe përtatësia i janë turp. Islami e inkurajon fuqishëm punën e ndershme, iniciativën, tregtin halal dhe prodhimin. Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë të tij ka thënë: sikur ndonjëri për jush të marrë litarin, të shkojë në pyll, të mbledhë dru dhe t'i shes, kjo është më mirë për të se sa të lyp nga njerëzit, qofshin ata që ja japin apo ja mohojnë. Dhe në një tjetër hadith të tij ka thënë: al-yadu sufla khairun min al-yadu al-ulya khairun min al-yadi sufla. Dora sipërme është më e mirë se dora e poshtme. Pra, puna dhe ndershmëria në të janë themeli i mirëqenies. Popujt ngrihen ekonomikisht kur njerëzit punojnë, kur pasuria shpërndahet drejtësisht, kur nuk ka korrupsion, kur nuk vidhet prona publike dhe kur nxiten projektet e dobishme për të gjithë. Si mund të kalojë shoqëria nga prapambetja në zhvillim? Zhvillimi nuk matet vetëm me ndërtesa apo teknologji, por me moralin,
me rendin, me drejtësinë dhe me përkushtimin ndaj përparimit të përbashkët. Ai nis me vetë dijesim, me përpjekje kolektive, me largimin nga përçarja, egoizmi dhe interesi vetjak, por me bashkëpunim në të mira dhe devotshmëri, siç urdhëron Zoti ynë në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", bashkëpunoni në të mira dhe devotshmëri, e jo në mëkat dhe armiqësi. Duhet të dimë se prapambetja nuk është vetëm materiale, fizike, por edhe mendore e shpirtërore. Allahu i lartësuar në Kur'an na ka treguar: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allahu nuk ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë vetveten. Kjo do të thotë se ndryshimi nuk vjen nga jashtë, por nga brenda njeriut. Edukimi i tij, arsimimi i tij dhe edukimi më i madh që jepet individit, që jepet brezave padyshim, është edukimi fetar, njohja e Allahut të lartësuar, adhurimi dhe përkushtimi ndaj tij, pastrimi i zemrës nga sëmundjet e saj, sjell të mira në shoqëri. Ku njeriu pastrohet nga mëkatet, nga egoizmi, nga kopratësia dhe përçmimi të tjerëve, ai dhe shoqëria e tij fillojnë të ecin përpara. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Xhamati nderuar, nuk ka ngritje pa drejtësi, nuk ka zhvillim pa dituri, nuk ka mirëqenie pa ndershmëri. Ndaloje pa drejtësinë, qoftë edhe kur vjen nga i afërmi yt. Bëhu ndihmues i drejtësisë, dijeve dhe punës së ndershme. Vetëm kështu do të fitojmë kënaqësinë e Allahut dhe do të ndërtojmë një vend, një shoqëri të suksesshme. Një shoqëri nuk mund të përparojë nëse lejon padrejtësinë, ignorancën, varfërinë, korrupsionin dhe përçarjen. Të ndihmosh të drejtën do të thotë të ndihmosh kombin tënd. Të përkrahësh diturinë do të thotë të mbjellësh shpresë. Të ndalosh padrejtësinë është fitoria më e madhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Ne nuk mund të vazhdojmë gjithmonë me të njëjtin refren: e keqja më e vogël, pra ky është më pak i keq se tjetri. Sepse një rregull i tillë, shpesh i keq përdorur, na ka lënë si shoqëri në vend numëro. Por ne si musliman, si më të mirët e njerëzimit, të cilësuar të tillë nga Allahu i lartësuar, duhet të jemi larg pamës. Dhe duhet të dalim nga ajo kuti ku dëshirojnë të na fusin dhe të na mbajnë të tjerët, për të luajtur, për të lëvizur vetëm sipas mënyrës së tyre. Ne nuk mund të vazhdojmë gjithmonë të jemi kukulla që komandohemi me fije nga duart e të tjerëve. Rruga mund të jetë e gjatë, por është e duhura, e sigurta. Ne nuk mund të lejojmë pafundësisht që të tjerët të luajnë me ne, dhe atë që na përket neve
të gjithëve si qytetar të këtij vendi. Ne nuk duhet të lejojmë që në këmbim të një të mire të vogël materiale të na marrin të tjera të mira të mëdha, ndërto shpërbërjen e familjes, duke u hequr prindërve fëmijët nga sofra me anë të emigrimit të detyruar, të shtrënguar, pikërisht në gjendjen kur ata kanë më shumë nevojë se kurrë për fëmijët e tyre. Ne nuk mund të lejojmë që edukimin e fëmijëve tanë ta kenë në dorë të pa edukuarit, moralin e tyre të pamoralshmit, ndërgjegjen dhe karakterin e tyre të paskrupulltit, dijen e tyre ignorantët. Allahu i lartësuar në Kur'an na cilësoi: kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju jeni populli, ummeti më i mirë për njerëzimin. Pse? Sepse urdhëroni për të mirën, ndaloni nga e keqja dhe besoni Allahun. Këto janë vlera që ne na ngrenë si musliman. Këto janë vlera mbi të cilat ne duhet të ndërtojmë zhvillimin, mirëqenien për parimin tonë. Këto janë vlera që na mbrojnë neve nga zullumi, nga padrejtësia dhe nga kufizimi që duan të na bëjnë të tjerët. E lutim Allahun e madhëruar që të na ruajë neve nga të padrejtët dhe padrejtësia e tyre. Të mos i japi pushtet mbi ne as edhe një ditë të padrejtëve. Ta shkatërroj pushtetin, pasurinë dhe çdo fije, çdo pateric që i mban në këmbë ata. E lutim Allahun e madhëruar të zbresë mëshirën, begatinë e tij mbi këtë vend. Ta udhëzoj këtë popull drejt vlerave, dhe vlera më e madhe është njohja, besimi i saktë, i drejt i Allahut të lartësuar. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa aqimus salat dhe të thirët i kameti.